Nata e Kadrit, më e vlefshme se 1000 muaj, Zoti e ka lënë atë natë. Asnjë ummet nuk e ka pas para neve. Unë habitëm si ka mundësi që Zoti Xhaleshanu me të dhënë se ma shumë se 83 vjetë. Vetë Zoti e disa vlen nata e Kadrit, kërkuj se dhe, ma shumë se 1000 muaj. Por nëse do të thonim 1000 muaj, qysh ka mundësi një njërë me fjetë që e di që qatë natë mund me fitu pare me fitu me një biznis, gjithë natën, me fitu sa me punu 83 vjetë. A ta këthejmë në matematikën e biznesit. Cili për juve që punën punë caktume, me ditë që ka me fitu sa 83 vjetë me punu, ka me fitu qatë natë, vallahi, unë e s'kisha fjetë denë sa ma qatë natë. Pse mos me janë gjitë? Qëllëpyrë për Zotit. Ama ibadetet ne i neglizhojmë, sepse na vetëm i shojmë sanët materiale, praktike, që të ndorë. Na nuk e dim se ka marrë një ditë që ka një ditë e gjykimit, krejt që ato sevape kanë me të ardhë, edhe ti ki muhabit ka të erdhën.